Mirë se erdhët në edicionin më festiv të këtij podcasti për veten. E ftuar e kësaj radhe është vajza e cila me një shije të jashtëzakonshme ka arritur të dekorojë ambientet tona. Eviska Zazi, përshëndetje dhe mirë se na erdhe. Por nëse nuk do të kemi të gjitha kushtet për të patur një ambient të dekoruar, çfarë nuk duhet të mungojë për shembull? Nuk duhet na mungojnë qërim për gjatë gjithë dhjetorit. Edhe më herët, dimri i kërkon dritën. E ke bërë ti femën tënde? Jo, mos më kishte pyetjesh se di ti që në fund fare do e bëj. Dhe në hapësirë të klientut të vendosur sipas dëshirës tënde? Janë gjithmonë shumë më të fituar ata që ma lënë në dorën. Oh, mirë se na erdhe. Mirë se të gjej, unë vendosa të bëjmë një pije e cila do të vi sot në formën e qerasjes. Tash ti filloj të argëtimi. Kjo shishja e vogël që duket kështu çfarë ka të brenda, përfaqëson miksimin e aventurës. Jeni gati për përvëlim? 1, 2, voilà. Unë gjithmonë kam dëshirën që kur bëjmë gëzuar të kemi një objektiv. Sigurisht. Për veten. Olesja Leço. Të ruajta si për finale. E ndjej veten shumë vlerësuar. Nëse ka një periudhë të vitit ku ne jemi më shumë rreth tryezës, është kjo. Është shumë mirë kur rregullat i di si duhet qëndrosh, sepse kur i di mund edhe të thyesh. Qëria ndizet në momentin që vinë njerëzit, nuk mund të ripërdorim një qëri. Duhet të jetë gjithmonë i ri. Zakonisht në këtë periudhë çfarë duhet të çojmë tek të afërmit tan? Do ta bëjmë kështu që normalisht bontoni nuk do të na lejon ta. Gëzuar dhe një vit sa më të mbar, shëndet dhe mbarësi dhe për veten.